Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar dhe të respektuar shikues, tani jemi në fundin pothuajse të këtij muaji të bekuar, të këtij muaji plot mëshirë, falje dhe begati, këtij muaji të cilit Allahu i lartësuar e ka veçuar prej muajve të tjerë, këtij muaji të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala ja dha besimtarit një mundësi që të kthehet tek ai me një forcë më të madhe. E bëri që lidhja e tij të jetë e veçantë në këtë muaj. Mirë po, besimtarët sot shtrohen tek një pyetje, e cila është: e çka pas Ramazanit? O ti që adhurove Allahun e lartësuar me një përkushtim më të madh, o ti që agjërove 30 ditë të Ramazanit, o ti që fale namaz natë pa ndërprerje, o ti që dhe sadaka dhe ju ndihmove të varfërve, o ti që u buzëqeshe të tjerëve dhe vizitove të afërmit, o ti që e shtove adhurimin tënd dhe lidhjen me Allahun e lartësuar. A do t'i praktikësh këto vepra? A do ta ndalësh namazin tënd të natës? Apo ti vëlla dhe motër e nderuar që fillove ta falësh namazin e 5 kohëve, tani a do ta ndërpresësh? Shikues të nderuar, Allahu i lartësuar është po i njëjti Zot që ishte në Ramazan, ashtu është edhe jashtë Ramazanit. Mos e harroni poentën e agjerimit, ku e kemi përmendur që në fillim të Ramazanit, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: le'alekum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pro qëllimi i agjerimit qenë ka përsosja e moralit dhe karakterit të besimtarit, qenë ka afrimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E ne a do të reflektojmë në këtë mënyrë pas këtij muaji? A do të jemi më të përmirësuar në sjelljen tonë? A do të jemi më respektues ndaj prindërve tonë? A do të jemi më të sjellshëm me vëllezërit tonë? A do të jemi ata të cilët do të jemi shembull i mirë mbas këtij muaji? Nëse do të jemi këta, atëherë ta dimë se ky është suksesi i arritur i Ramazanit. O besimtar, Ramazani ishte një mundësi e artë që neve të na i pastroj shpirtrat tonë, një mundësi e artë që ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun e lartësuar. Andaj këtë lidhje, të cilën ne e patëm në Ramazan, mos ta shkputëm jashtë Ramazanit. Ta mbajmë të fuqishme atë dhe t'i tregojmë Allahut të lartësuar se ne jemi ata besimtarë që ishin në Ramazan. Se Allahu nuk adhurohet me një muaj të Ramazanit. Allahu adhurohet të rjetën. Allahu është i njëjti Zot si në Ramazan si jashtë Ramazanit. Po ai bujar, po ai falës, po ai mëshirshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala është vazhdimisht falës i robëve të tij. Andaj kërkoj falje Allahu subhanahu wa ta'ala për elçimet që ke mujtur mi bo në Ramazan dhe kërkoja Allahu të lartësuar që të ta pranoj Ramazanin. O Allah, na i mundësë që të vazhdojmë dhe të jemi të qëndrueshëm në veprat tona, pa u larguar nga rruga jote, derisa të na bësh të arrijmë fitoren dhe të hyjmë në xhenetin tënd.